është bashkuar me ne për të festuar 100 vjetorin e shkollës. Jam i nderuar që marr pjesë në këto festime dhe jam gjithashtu krenar të jem kryetar i bashkisë. Prapja futem por. Dhe kam një lajm të mirë për të thënë këtë përvjetor. Ora, po që nga i çuditshëm ti. Disa ditë më parë u duk sikur kopja origjinale e shitjes dhe pronari ishin të pavlefshëm, por e vërteta qëndron ndryshe. Pasi të goditin nga shakaja, nga thellësia e zemrës time, do t'ju kthej atyre shkollën. Vetëm shpresoj të ndezin kondicioneri sa më parë dhe t'i lënë gjërat në vorbullën e tyre. Sidoqoftë, këtij qyteti ju kursyen miliona dollar, kur vet unë e gjeta aktin e shitjes. Kështu që jam i lumtur të deklaroj që shkolla jon është 100% me aksione dhe pronar shtetin. Ha? Ata gjetën aktin e shitjes. Si t'ja bëj tani që mbeta pa gjëfar? Me çfarë do t'i mbroj tani shakat e mia? Duhet ta harroj dënimin 1 vjeçar, sepse pas kësaj shakaje me tornado, drejtori Derosa do të më dënojë mua përjetësisht. Mirë, Larkin, të kanë mbetur edhe vetëm 25 vjet nga dënimi yt. A mund të shkoj në tualet? Ndoshta mushi nuk e nde sistemin e kondicionerit dhe unë mund të shpëtoj. Nuk ka mundësi, atje po ngrihet shumë temperatura. Më falni mua. Oh, më falni. Është shumë vaptu. Nis kondicioneri se na qelpe. Ajrin e kondicionuar? Ide shumë e mirë, zoti Roth. Dhe këtu, siç e shikoni, është konstruksioni i qytetit siç ka qenë ai 100 vjet më parë. Kjo do të na freskoj pak, Oh, qytetin paka dhe erën autentike të Pordës. Qyteti! Paketin e qytetit! Spektakolare apo jo? Sa keqen e do të ndesim kuqe çka të mbarojnë. Vazhdo, Gjiro, jemi direkt. Po, është një tornado, brenda palestrës së shkollës së Gatlit Lindor. Larkin, vetëm po s'të kap aty. Bëj mirë t'ja mbadhin që këtej. Ju kam! U lodha duke duruar budallallëqet tuaja. Ma ke lodhur shumë këtë javë. Dhe tani do ta rregulloj unë ty. Por si fillim, ti djalosh do dënohesh me pezullim të përjetshëm. Kjo ishte pak e rrep. Unë jam drejtori dhe këtu bëhet çfarë them unë. Zotëri, unë thjesht isha duke bërë detyrën time që na dha profesor Hutchins. Çfarë? O, sigurisht, unë po bëja veç se një shaka për dënimin. Andi Larkin është një nga ata studentët e mi më të qeshur, më të dashur dhe më të mirë. Dhe kjo ishte detyra jote, djalosh? E po, ne donim që çdo gjë të ishte pikërisht siç ishte 100 vjet më parë. Sipas kërkimeve të mia, unë kam zbuluar se në të njëjtën ditë që është hapur edhe shkolla, 100 vjet më parë ka rënë një tornado. Thash një tornado. Duhet të kesh bërë një përpjekje gjigande për të realizuar të gjithë këtë vepër të veçantë dhe kaq të papërshkrueshme. Sistemi ynë i edukimit është jashtëzakonisht i kompletuar. Shumë bukur, Larkin. Ne mund të mësojmë shumë nga rinia jon, edhe nga e kaluara. Dhe prite. Hej, faleminderit, kryetari sikur po mërzitej pak. Me siguri që ky lajm do të dalë tek lajmet kombëtare. Lajmet kombëtare? Tek Floyd Penfleet? Ashtë tani ajo kamer duke xhiruar? Ende nuk kam mbaruar me ty, Larkin. As unë nuk kam mbaruar me ty, Derosa. Dua të vish në zyrën time të hënën që në mëngjes. Kam një vend për drejtor në pol të veriut. Dhe tani ku shkoj ai Larkini? Larkin, ndalo se do të kap! Ndalo, Larkin! Në fund të fundit duhet pranoj që ka qenë një javë shumë e mirë. Shpresoj të shkoj në shtëpi në kohën kur të fillojnë lajmet kombëtare. Më fal, Andi. Ti nuk e ngrën nga i ushqimi. Deni?
O, mos, a i po kthehet.